تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdia I takon vetëm Allahut. Ata e falenderojmë, ata e lavdërojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga veprat tona të këqija. Ka udhëzon Allahu, nuk ka kush që devion, dhe ka devion Allahu, nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti. Në të vërtetë, Ti je gjithdituri, I urti, o Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi dhe na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë në tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetet tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Feja e vërtetë I zgjidh të gjitha problemet. Pra, le të urdhërojmë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Imam Abdulrahman ibn Nasir al-Sijzi, Allah e mëshiroj dhe falë të hoxhën tonë të pranishmit dhe të gjithë muslimanët në librin e tij me titullin Feja e vërtetë I zgjidh të gjitha problemet, ka thënë: disa shembulli I pyetje humbjes në temën e besimit. Disa njerëz besojnë në disa të dërguar dhe disa libra qellore, e në disa të tjerë jo. Megjithëse të dërguarit dhe librat e vërtetojnë njëri tjetrin dhe pajtohen në bazat e përgjithshme dhe premisa. Kështu, te këta njerëz, mohimi I tyre e prish besimin e tyre dhe pranimi I disa profetëve dhe disa librave e kundërshton mosbesimin e të dërguarit të tjerë. Ata kanë mbetur të lartëtur në fe, të pasigurt në besim dhe kundërshtonës në dituri dhe njohuri. Allahu I lartësuar ka thënë: vërtet, ata që mohojnë Allahun dhe të dërguarit e Tij dhe dëshirojnë të ndajnë Allahun nga të dërguarit e Tij, duke thënë: ne disa I besojmë e disa nuk I besojmë, dhe duke dashur që kështu të zgjedhin një rrugë të përmjetme. Pikërisht, ata janë mohuesit e vërtetë. Ne kemi përgatitur për mohuesit e poshtërues. Allahu në këtë ajet ka gjykuar për ta në kufër, apo femohim të vërtetë, nga se ai e di se pretendimi I tyre për iman nuk është pretendim I saktë. Sikur të kishte pretendimi I tyre I saktë, ata do të besonin të gjitha të vërtetat, për të cilat janë pajtuar të dërguarit. Mirëpo për ta Allahu I lartësuar ka thënë: ata thonë, ne besojmë në atë që na është shpallur neve, duke mos besuar në atë që është zbritur më pas, ndonse ajo është e vërteta që pohon atë pra librin që kanë ata. Prandaj, pretendimi I tyre për besim është pretendim I rrejshëm. Për ta, Allahu I lartësuar thotë: atëherë përse I vrat profetët e Allahut më herët, nëse jeni besimtar. Do të thotë në këtë libër të rëndësishëm, që është, siç thamë, fjalë dhe rreshta të pakt dhe është libër I shkurt, mirëpo me domethënie të mëdha dhe gjithëpërfshirëse. Nga ky imam I madh Muhammed Abdulrahman ibn Nasir al-Sijdi, Allahu e mëshiroft dhe e falt atë dhe të gjithë dietarët tanë, si dhe e lutim Allahun që të na falë ne, prindrit tanë
dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Filloj pasi shpjeguam diçka për hyrjen edhe për përmbajtjen e librit, çka përmban libri, edhe se feja, siç është titulli, do të thonë përmbajtja e librit është pikërisht si është titulli, feja e vërtet, që është feja islame, i zgjidh të gjitha problemet. Dhe përmendi problemin e parë më të rëndësishmin, që është problemi i fesë dhe besimit, edhe përmendi shembuj nga zgjidhjet që i kanë kërkuar njerëzit. Përmendi një shembull të zgjidhjes, do të thonë që është devijim edhe largim prej zgjidhjes vërtet, është zgjidhja e shirkut. Do të thonë një grup i njerëzve kanë menduar që zgjidhja e çështjes së fesë është duke i bërë shirk Allahut subhanahu wa taala. Dhe folëm shkurtimisht për këtë çështje, megjithse do të thonë është temë që duhet flitet dhe të sqarohet vazhdimisht gjatë gjithë jetës, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë temë, me shpjegimin e tauhidit dhe thirrjen për tauhid dhe urdhrin për tauhid dhe luftën kundër shirkut dhe ndalimin e shirkut dhe kundërshtimin e shirkut, me këtë çështje ka fillu thirrjen e tij dhe me këtë çështje ka vazhduar sa ka qenë Mekë, edhe me këtë çështje ka vazhduar gjatë hijretit dhe me ta ka vazhduar edhe pas hijretit në Medinë, edhe gjatë kohës së luftrave dhe në secilën situatë dhe deri në vdekjen e tij dhe deri në çastet e fundit, do të thënë të jetës së tij të bekuar sallallahu alaihi wasallam, ka thirrur për tauhid, e ka shpjeguar tauhidin dhe ka paralajmëruar kundër shirkut, e ka sqaruar shirkun dhe e ka mbrojtur umetin prej gjitha rrugëve që çojnë në shirk. Dhe kjo temë patjetër, do të them, nuk është vetëm për një gjysmë takimi ose gjysmë mësimi, mirë po sqarimet për çështjet e tauhidit dhe shirkut, besoj që mund t'i gjeni në për libra të tjerë, në për mësime të tjera nga vëllezërit tanë edhe nga të gjithë, do të thënë, që angazhohen me këtë da'wa selefie të bekuar. Ky ishte shembulli i parë, kurse shembulli i dytë i devijimit ose zgjidhja e dytë që e kanë kërkuar njerëzit është kjo që disa njerëz, do të thënë, te kjo zgjidhje kanë arritur. Pra disa njerëz e kanë parë që zgjidhja për çështjen e fesë është besimi i disa pejgamberëve dhe mohimi i disa pejgamberëve të tjerë. Edhe kjo padyshim se është devijim, sepse të gjithë pejgamberët që janë dërguar nga Allahu subhanahu wa taala kanë ardhur me një thirrje të njëjtë, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-anbiya'u abna'u 'allat, do të thënë ne pejgamberët jemi vëllezër me nëna të ndryshme, dinuna wahid wa ummahatuna shatta, do të thënë feja jonë është e njëjtë, kurse nënat i kemi të ndryshme, do të thënë ligjet dhe praktikat të ndryshme, mirë po besimi dhe përkushtimi ndaj Allahut është i njëjtë. Pra akidja jonë është e njëjtë, bazat janë të njëjta. Dhe gjitha thirrjet e pejgamberëve janë të njëjta në shumë çështje. Do të thënë nuk ka dallim mes tyre. Dhe çështja kryesore është çështja e besimit. Pasi përmendëm pak, edhe do ta shpjegojmë prapë këtë çështje, përmendëm se pjesa e besimit, do të thënë, është hak, është sidq ose vërtetësi, do të thënë pjesa e besimit është lajmërim për realitetin. Dhe kjo dituri që ka ardhur nga Allahu subhanahu wa taala, do të thënë tregon të vërtetën, ajo nuk ka mundësi me ndryshu, edhe nuk ka abrogim në besim. E dini çka është abrogimi? Do të thënë abrogimi është në çështjet e ligjeve dhe normave ligjore të shariatit. Allahu subhanahu wa taala urdhëron çka të dojë dhe ndalon çka do ai. Edhe ka mundësi te i njëjti pejgamber, do të thonë te feja e pejgamberit njëjtë. Pra Allahu dërgon një ligj, pastaj më vonë abrogon ata dhe zëvendëson me një ligj tjetër. Një çështje lejon, më vonë ndalon. Do të thonë kjo është e drejta absolute e krijuesit subhanahu wa taala. E drejta e ligjvënies është e drejta e Allahut. Edhe me këtë Allahu gjithashtu i sprovon besimtarët dhe urtësitë tjera që kanë përmend dietarët për çështjen e
do të thënë urtësive të abrogimit. Pra Allahu i ndryshon ligjet të tij sido ai. Nuk është Allahu i kufizuar me ndonjë obligim ose me ndonjë ligj. Këtë pse po e them? Si dyshim e sjellin jahudit. Se është interesant, subhanallah, t'ju them të drejtën, e kam dëgjuar këtë direkt, do të them në video, kështu nga një rabin jahudi. Për deshta e me tregu se feja krishtere është e pavërtetë dhe feja islame është e pavërtetë. Edhe foli për krishterizmin, çka foli, edhe foli për islamin, edhe tha se Allahu, do të thënë Zoti, e ka zbrit Teuratin, edhe ai është ligji, edhe nuk e ndryshon Zoti. Edhe kjo nuk është e vërtetë. Do të thënë këtë kuptim duhet ta përvetësojmë se ligjvënia është e drejta e Allahut. Allahu nuk është i detyruar që të vendosë një ligj. Pra nuk është Allahu i detyruar se me urdhëru kështu ose me urdhëru ashtu. Prandaj kjo është sprova që ja dërgon njerëzve. A janë që i nënshtrohen plotësisht Allahut, edhe veprojnë si t'i urdhërojë Allahu, edhe nëse një ditë i urdhëron kështu, ditën tjetër të kundërtën, pra ne jemi robët të Allahut. Nuk ka drejt robi mi thonë Zotërisë subhanahu wa taala, më thonë pse dje më the kështu sot kështu. Pra nuk kemi ne drejt ta kundërshtojmë ligjin që vendos Allahu. Kjo është sa i përket abrogimit të ligjet. Siç thash, ndodh te i njëjti pejgamber, edhe ndodh nga një pejgamber te një tjetër. Do të thënë vjen pejgamberi më vonshëm dhe abrogon diçka prej ligjeve të mëparshme. Kurse në akide nuk ka abrogim, edhe nuk mund të ekzistojë, sepse nuk ka mundësi të ndryshojë realiteti. Do të thënë se Zoti është një i vetëm, i cili nuk ka ortak në rububien e tij, në emrat dhe cilësitë e tij dhe nuk ka ortak që lejohet të adhurohet krahas Allahut askush përveç tij. Kjo nuk ndryshon asnjëherë. Nuk ka mundësi të një ligj, të një pejgamber, do të thënë, ta dërgojë urdhrin për tauhid, të një pejgamber tjetër të lejojë shirkun. Edhe përmendëm disa prej argumenteve, ka thënë Allahu pyeti pejgamber tjerë, a u kemi caktuar atyre të adhuruar të tjerë përveç Allahut? Dhe kjo çështja e akides, do të thënë, nuk ndryshon te asnjëri prej pejgamberët. Dhe ka disa çështje të tjera që janë si baza ose premisa ose rregulla kryesore që janë të njëjta te pejgamberët, urdhri për moral, do të thënë ndalimi i gënjeshtrës, e kështu me radhë, padrejtësisë e të tjera. Do të thënë ato janë që nuk kanë ndryshuar, do të thotë që të gjitha shariatet janë unanim. Do të thënë secili shariat i secilit pejgamber është unanim për këtë çështje. Do të thënë për këto dy çështje nuk ka dallim mes pejgamberëve. Dhe pra si thënë për këto çështje nuk ka, kurse ligjet, ka thënë Allahu likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, do të thënë secilit prej jush i kemi caktuar shariat ose ligj dhe rrugë në cilën duhet të ecë. Prandaj nëse dikush mohon një pejgamber, i ka mohuar të gjithë pejgamberët. Dhe nëse mohon një libër, i ka mohuar të gjithë librat. Edhe nëse mohon një ajet prej një libri, i ka mohuar gjitha librat. Gjithë librat, do thotë edhe të gjithë pejgamberët, do thotë është mosbesimtar i plot në të gjithë pejgamberët. Nuk ka dallim. Pra nuk ka me thonë se jam besimtar sepse i besoj një pjesë të pejgamberëve, kurse pejgamberët tjerë nuk i besoj. Do thotë nuk bëhet besimtar njeriu në këtë mënyrë. Duhet secilin pejgamber edhe plotësisht. Pra, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, kadhabat qaumu Nuhin al-mursalin. Do të thonë populli i Nuhit i përgënjeshtroi, pra nuk i besoi të dërguarve. Do thotë kurse kanë përgënjeshtru, populli i Nuhit nuk ka pas të dërguar para Nuhit. Do të thonë, me që nuk e kanë pranu Nuhin alayhi salatu wassalam, do të thonë se i kanë përgënjeshtru të gjithë pejgamberët. Dhe për këtë shkak ka thonë ky grupi njerëzve, do të thonë tek këta njerëz mohimi i tyre e prish besimin e tyre. Do të thonë kur e mohojnë njërin prej pejgamberëve, do thotë kjo e prish atë besimin që kanë te pejgamberët tjerë. Dhe pranimi i disa pejgamberëve dhe disa librave e kundërshton mosbesimin në të dërguarit e tjerë. Do të thonë
nëse pohojnë se është i vërtet një pejgamber, atëherë e kanë detyrë ta pranojnë edhe pejgamberin tjetër, pasi secili pejgamber ka paralajmëruar dhe ka përgëzuar për pejgamberin e ardhshëm. Edhe prandaj domethënë ata janë të lajthitur në fe, të pasigurt në besim, kundërthanës në dituri dhe njohuri. Do thotë ata njerëz që kanë mohu njërin prej pejgamberëve, siç tham, janë mohues të gjithë pejgamberëve dhe janë mohues të Allahut subhanahu wa taala. Është një debat interesant që e ka përmendur Imam Ibn al-Qayyim te libri As-Sawa'iq al-Mursala. Do thotë libri që flet për xehmit dhe mohuesit e cilësive të Allahut. Ka përmendur një debat që ka pas me një prift krishter. Dhe domethënë ja kuptimi i debatit ka tregu disa detaje. Është se i ka thënë atij, ju e keni shah Allahun, e keni ofenduar Allahun me një ofendim që nuk e ka bërë askush para jush. Ai ka thënë demek sikur me thon Zoti na ruajt që me shah ne Zotin. Si e pas kemi shah? Ka thonë e keni shah që keni thënë se Muhamedi është profeti i rrejshëm sallallahu alaihi wasallam. Keni thënë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është profeti i rrejshëm. Edhe në këtë ka sharje dhe ofendim për Zotin e botëve, do të thonë ofendim që nuk ju ka parapri askush prej njerëzimit. Se ka thënë si është kjo sharje? I ka thënë Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ka thënë ju e dini se që kur e ka dërguar Allahu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, feja e tij në vazhdimsi është ngritur dhe është lartësuar. Do të thonë e dini ai që ka pas dituri prej ehlul kitabit, që ka qenë perandori romak, Herakleu, ka thënë do thotë a shkon numri i tyre duke u shtuar apo duke u paksu, edhe i ka thënë Abu Sufjani shkon duke u shtuar, ka thënë kështu është çështja e pejgamberëve. Do të thonë ata kanë pas dituri për pejgamber të tjerë, që ka thënë çështja ose gjendja e pejgamberëve është e tillë që kur vinë feja e tyre shkon vetëm duke u ngritur, nuk shkon domethënë të zhduket ndonjëherë. Dhe çdo gjë pra që ka dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo kush që ka dash ta kundërshtoj këtë fe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çështja e tij ka qenë ka vazhdu në rënje. Do të thonë që kur ka fillu feja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka vazhdu vetëm ngritje, kurse gjendja e kundërshtarëve të tij ka vazhduar vetëm në rënje. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun. Do të thonë është Allahu ai që e ka dërguar të dërguarin e tij me udhëzim dhe me fenë e vërtetë që ta bëj dominante mbi të gjitha fejt. Ky është premtimi i Allahut, edhe kjo është ajo që është parë, do të thonë se është realizuar. Dhe nga ana tjetër ka thënë Imam Ibn al-Qayyim, normalisht që ju krishterët thoni se jeni njerëzit më të mirë që e pasoni Isain alayhis salam, do të thonë më të dashurit, edhe ata e thonë ne jemi bijtë e Zotit, do të thonë më të dashurit. Kurse realiteti është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pasardhësit e tij i kanë luftuar krishterët, edhe kanë luftuar këtë perandorinë më të madhe që ka ekzistuar, që ka qenë e krishterëve, dhe e ka çrënjos nga ato vende, do të thonë pushtetin e tyre dhe fuqinë e tyre. Do të thonë që vazhdimisht feja e tij është forcu, feja kundërshtarëve të tij është dobësu, edhe Allahu i ka dhënë fuqi që të ngavnjej mbi ata që ju thoni se janë miqtë e Zotit, do të thonë të afërmit e Allahut, të dashurit e Allahut. Atëherë, ka thënë Imam Ibn Qayyim, ju duhet të jepni një përgjigje. Ose do të thoni se Allahu e ka ditur gjendjen e këtij profetin sallallahu alaihi wasallam, ose duhet të thoni se nuk e ka ditur. Nëse thoni që nuk e ka ditur, kjo është sharje dhe ofendim për Allahun, që nuk ju ka parapri askush prej njerëzve. Nëse thoni e ka ditur, atëherë duhet të jepni përgjigje tjetër. Ose është i fuqishëm që ta ndalojë dhe ta mposhtë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ose nuk është i fuqishëm. Pra,
Nëse thoni se nuk është i fuqishëm, Allahu, që ta pengoj këtë, t'i sulmoj miqtë e tij e kështu me radhë, atëherë e keni ofendu Allahun me ofendimin më të madh. Nëse thoni se është i fuqishëm, edhe nuk ka dyshim se Allahu subhanahu wa taala ka thonë në Kur'an walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil. Do të thonë sikur të kishte shpif diçka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pak, do të thonë ndonjë fjalë të kishte shpif për Allahun, la akhadna minhu bil yamin. Do të thonë do ta kishim marr me fuqi, me dorën e djathtë. Thumma laqata'na minhu al-watin, do t'ja kishim kputur damarin e zemrës. Do të thonë nuk ka mundësi të hike Allahut edhe fuqisë Allahut asnjë çast. Fema minkum min ahadin anhu hajizin, edhe askush prej jush nuk do të kish pas mundësi ta pengoj ose ta mbroj, do të thonë prej Allahut. Dhe kështu ka vazhdu. Pastaj do thotë ka pranu ky prifti, thot Imam Ibn Qayyim, që ka thënë pra asesi ne nuk themi se Muhamedi është profeti i rrejshëm. Edhe të mençurit nga mesi jon nuk e thon këtë fjalë, por ne themi se është profet që ka thonë të vërtetën, do të thonë që ka dërguar Allahu, edhe se pasuesit e tij janë njerëz të lumtur. Mirë po i ka thonë ky do të thonë ky prifti ose krishteri, ka thonë pse, do të thonë ne themi se ai është profeti i vërtet, mirë po ne pason këtë profetin tjetër, që është i vërtet edhe ky. Do të thonë ai mi të pajtuam se edhe ky është i vërtet, edhe ky është i vërtet, ne pason këtë, jo pasoni atë. I ka thonë Imam Ibn Qayyim, nëse thoni se ai është profet i vërtet, do të thonë që e ka thonë të vërtetën, atëherë dijeni se ai ka thonë që nëse nuk e ndiqni atë, jeni mosbesimtar. Pra ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që secili prej këtij umeti, do të thonë umeti i thirrjes, gjithë njerëzimi që dëgjon për mua, qoftë jahudi ose krishter, dhe nuk e ndjek atë që më është shpallur mua, atëherë ajo është prej banorëve të xhehenemit. Do të thonë me që thu se është i sakt, e ka sjell vërtetën nga Allahu, kështu ka thonë pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ka thonë krishteri, thot Imam Ibn Qayyim, ka thonë hadithna fi khayri hadha. Do të thonë ta ndrojmë temën. Më në fund, se ka thonë pra mas janë mbyll gjitha dyert, edhe nuk ka pas zgjidhje, se duhet patjetër me thonë, atëherë unë do ta ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë a bën një temë tjetër, do të thonë nuk ka nevojë ta vazhdojmë këtë temë. Pra qëllimi është ta tregojmë devijimin e atyre që e kanë zgjedh këtë zgjidhje, që kanë marrë këtë zgjidhje, t'i besojmë disa pejgamberëve dhe t'i mohojmë disa pejgamberë të tjerë. Edhe ka sjell këtu autori disa argumente, edhe një prej argumenteve është që Allahu ka thënë wa qul amantu bima anzala Allahu min kitab. Pra thuaj i besoj secilit libër që e ka zbrit Allahu. Pra ne pasuesit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që duhet ta falenderojmë Allahun me secilën frymëmarrje që na ka bërë të tillë, na ka bërë pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i besojmë të gjithë librat dhe i besojmë të gjithë pejgamberët. Edhe besojmë se të gjithë pejgamberët e kanë thënë të vërtetën, e kanë sjell nga Allahu subhanahu wa taala, se ata janë njerëzit më të mirë dhe më të pastër dhe në shkallët më të larta të xhenetit. Dhe besojmë se pasuesit e secilit pejgamber, edhe ne besojmë që ka shumë pejgamberë të cilëve nuk u dim emrat. Edhe ka libra që janë zbrit që nuk u dim as emrat atyre librave. Po jemi të bindur se ata libra kanë qenë hak, e vërtet, dhe kanë thirrë për më të mirën, edhe ata pejgamberë kanë udhëzuar për më të mirën, dhe pasuesit e tyre janë në xhenet. Ata që e kanë zbatuar, edhe janë vëllezërit tanë që ne i duam, edhe lutim Allahun që të bashkohemi me të mirët nga secili ummet. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala në surën Baqara, ka thënë amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Do të thonë i dërguari sallallahu alaihi wasallam beson në atë që ka zbrit prej Zotit të tij dhe gjithashtu besojnë besimtarët. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Të gjithë pra këta besimtar besojnë në Allahun, në melajket e tij, në librat e tij dhe në të dërguarit e tij
dhe thonë la nuferriqu baina ahadin min rusulih. Do të thonë ne nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej pejgamberëve të Allahut. Do të thotë të gjithë pejgamberët i besojmë njësoj. Do të thotë si e shpjegova shkurtimisht, do të thonë besimi ynë është se të gjithë janë hak dhe janë të dërguar nga Allahu dhe janë njerëzit më të mirë. Pra nuk bëjmë dallim në besim në asnjërin prej pejgamberëve. Pastaj ka thënë autori këtu ajetin e ka përmend Allahu i lartësuar thot innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Pra ata të cilët e mohojnë Allahun dhe të dërguarin e tij ose të dërguarit e tij dhe duan të bëjnë dallim mes Allahut dhe të dërguarve të tij. Do të thonë besojmë në Allahun, por nuk besojmë në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ose besojmë në disa pejgamber. Edhe thonë, pra thot ajeti wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Thonë besojmë disa dhe i mohojmë disa. Wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila. Edhe duan që kështu të zgjedhin një rrugë të ndërmjetme. Dhe më ka thonë se edhe ne pra edhe ne besojmë në pejgamber, ju që po na flisni, edhe këtë kam dëgju nga disa prej tyre jehudi edhe krishterë, që thonë pse na kundërshtoni neve, edhe ne besojmë pejgamber. Edhe ju besoni pejgamber. Pra duan kështu, thot Allahu, ulaika humul kafiruna haqqa. Do të thonë ata janë qafirat e vërtet. Ata janë femohuesit e vërtet. Pra nuk janë besimtar në asnjë konsiderat, do të thonë nuk janë besimtar, wa a'tadna lil kafirina adhaban muhina, dhe për kafirët, për mosbesimtarët kemi përgatitur dënim poshtrues. Pra thot autori rahimahullah, Allahu pra me këtë ajet u ka gjykuar që ata janë mosbesimtarë, i ka gjykuar ose ka gjykuar për ta me kufër, femohim të vërtet. Nga se ai e di se pretendimi i tyre për iman nuk është pretendimi sakt. Do të thonë Allahu subhanahu wa taala është i gjithdijshëm për robërit e tij, edhe e di se këta që thonë se ne besojmë disa dhe nuk besojmë disa, kjo është vetëm, do të thonë ky është vetëm pretendim i kot. Po nuk është i sakt, dhe sikur të ishte pretendimi i tyre i sakt, ata do t'i besonin të gjitha. Do t'i besonin të gjitha të vërtetat. Pra duhet ta shikoj secili çka ka sjell ky pejgamber, edhe çka ka urdhëruar. Pra ju e dini se mosbesimtarët shpifin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shpifje të lloj-llojshme dhe nga më të çuditshmet. Edhe që në kohën e tij kanë thënë se është i çmendur, kanë thënë se është magjistar, kanë thënë se është fallxhor, e të tjera, se mëson dikush, kanë thënë mëson një njeri nga Jemeni, e të tjera. Edhe deri në kohën tonë ka shpifje të këtilla. Mirë po, le ta shohin a ka thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për interesa të dunjas për veten e tij, apo ka thirrur që njerëzit ta adhurojnë vetëm Allahun. Pra kur i kanë thonë nëse do ta japim këtë, ta japim pushtet ose të bëjmë ty kryesorin që mos vendosim në asnjë çështje pa të pyetur ty, apo do pasuri, apo do gra, do t'i zgjedhim gratë më të bukura. Do të thonë çfarë dush na trego? Ka thënë unë dua për jush vetëm një fjalë. Edhe kanë thënë atë fjalë jo. Pra fjalën la ilaha illallah, këtë nuk ta pranojmë, që nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një. Gjithashtu thot Allahu i lartësuar, qalu nu'minu bima unzila alejna wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Ata thonë, ne besojmë në atë që na është shpallur neve, duke mos besuar në atë që është zbritur më pas. Do të thonë, ajo që ka ardhur më pas që është Kurani, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk duan ta besojnë, dhe thot kurse ajo është e vërteta që pohon atë që kanë ata. Do të thonë këtë librin që e kanë ata e pohon dhe e vërteton, nuk e kundërshton Kurani. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala, qul, pra do të thonë për ta hedhur poshtë pretendimin e tyre, ata thonë ne i besojmë gjithë pejgamberët. Edhe thot Allahu, qul falima taqtuluna anbiya,
do më thënë, më falni, thonë i besojmë pejgambert të tjerë, nuk e besojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu, qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Thua ju, atëherë pse i vrat profetët ju më përpara që kanë qenë, pse i keni vrata nëse jeni besimtar. Domethënë këta njerëz të parardhësit e tyre dhe këta pasardhësit që pajtohen me veprimet e parardhësve të tyre, do thotë kanë mëkatin e përbashkët sepse i kanë vrarë pejgambert e Allahut, edhe që do thotë se nuk është e vërtetë se u besojnë atyre. Domethënë edhe këta sot, nëse i sheh se çka shpifin për pejgamber të tjerë, për Jakubin alayhis salam, për Lutin alayhis salam, për Nuhin alayhis salam gjithashtu ka shpifje, domethënë që duket sikur është marrë me fall ose gjëra të këtilla, për Sulejmanin alayhis salam, për Davudin alayhis salam, edhe për shumë pejgamber, domethënë kanë shpifje që nëse i thuhet njërit prej tyre ndoshta të kishin denoncuar në gjykat, kurse thonë ne i besojmë pejgamberëve edhe shpifin për ata, domethënë me shpifje të këtilla. Pra këtu, siç tham, ka përmendur autori dy zgjidhje ose dy shembuj për këtyre zgjidhjeve dhe devijimeve, sepse çdo zgjidhje që nuk është në pajtim me zgjidhjen e vërtetë, është devijim. Edhe ka përmendur këta dy shembuj, që është zgjidhja e njerëzve të shirkut, edhe zgjidhja e njerëzve që janë ahlul kitab. Domethënë mushrikt dhe ahlul kitab. Tani flet për llojin e tretë të njerëzve ose zgjidhjen e tretë në lidhje me këtë çështje, me çështjen e besimit. Shembulli i tretë. Disa njerëz pretenduar filozofinë dhe njohjen e logjikës, dhe i sollën devijimet më të mëdha dhe kundërshtimet më të qarta të logjikës. Ata e mohuan Zotin e Madhërisëm dhe mohuan ekzistimin e tij e mos flasin për besimin e dërguar. Libra ose në çështjet e gajbit, i mohuan argumentet e Allahut me padrejtësi, arrogancë dhe me njëmallësi, megjithëse në vetët e tyre janë të bindur në vërtetësinë e tyre, i mohuan dituritë e të dërguarve dhe udhëzimet e librave të shpallur nga Allahu, u bën me lëvëm ndaj këtyre për shkak njohjes së diturive të natyrës dhe çka të bëjnë me to. I mohuan të gjitha realitetet me përjashtim të asaj që kuptojnë ata me shqisa dhe përvojat e tyre të mëdha, të cilat janë shumë të ngushta në krahasim me diturinë e profetëve. Kështu ata e adhuruan natyrën dhe atë e bën angazhimin e tyre kryesor dhe gjithë diturinë që kanë. Atëherë ata ecën pas asaj që kërkon, epshi i tyre duke mos u kufizuar me ligjet e fesë e as me moralet njerëzore. Në këtë mënyrë erdhën në gjendje që kafshët janë më të mirë se ata. Atyre i ushtet morali dhe vepruan pas epsheve shtazore. Atyre i ushtet morali dhe vrapuan pas epsheve shtazore, duke mos pasur një qëllim që shpresojnë dhe as përfundim që e kërkojnë. Ata thonë, nuk ka tjetër veç jetës së kësaj bote, vdesim e jetojmë dhe vetëm koha na shpatëron. Mushrikët me gjithë shirkun dhe kufrin e tyre janë në gjendje më të mirë dhe kanë shumë më pak të keqe se këta. E çuditshmja e madhe është se kjo rrugë e fëlliqur në kohën e fundit me frymën e saj e ka përmbytur dhe e ka marrë me vete shumicën e njerëzimit. Kjo është për shkak të dobësisë së fetarisë dhe mungesës së diturisë, si dhe për shkak se kombet e fuqishme kanë vënë litar dhe graska të shumta, me të cilat janë shkatëruar shumica e njerëzve. Pra këtu përmendet shembulli i tretë i këtyre devijimeve, edhe me të vërtetë është për tu mahnitur dhe për tu kënaqur me këtë sqarim të këtij shehu rahimahullah, se nëse i analizon të gjitha fetë e njerëzve, domethënë do t'i gjesh se kanë këto 4 grupe. Domethënë këto 3 që u përmendën deri tani dhe i 4-ti që do përmendet në vazhdim. Domethënë nuk ka tjetër në botë, tjetër lloj të fesë
ose çështjeve të çka ka të bëjë me çështjen e besimit dhe fesë. Do të thënë ajo që ka të bëjë me fen, nëse i analizon secilin, është në njërin prej këtyre grupeve, ose është në fet pagane, me shirk duke adhuru të shumt, do të thënë të adhuruar të shumt përveç Allahut, ose është, do të thënë siç janë ehlul kitab që pretendojnë se i besojnë disa pejgamberë dhe i mohojnë disa të tjerë, ose janë ky grupi i tretë, të cilët e mohojnë fen në përgjithësi. Edhe për fe e kanë marrë materien, edhe materialen. U ka dhënë Allahu disa dituri në lidhje me njohuritë e natyrës, do të thënë të ekzistimit e kështu me radhë, do të thënë çka ka të bëjë me shkenca natyrore ose dituri të tjera teknike, teknologjike të tjera, do të thënë edhe nuk din asgjë përveç kësaj. Dhe me këtë dituri e mohojnë atë që është hak, të cilin në thellësitë shpirtit e dinë se është e vërtetë. Se ka thënë Allahu subhanahu wa taala për faraonin dhe pasuesit e tij, ka thënë wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Do thotë ata i mohuan argumentet që i solli Musa alayhis salam dhe ishin të bindur në vetet e tyre, në shpirtat e tyre ishin të bindur se janë të vërteta, por i mohuan me padrejtësi dhe me dëshirë për të ngritur. Do të thënë nëse e pranojnë të vërtetën, do të thënë ju duket sigur e nënçmojnë vetveten. Pra i kundërshtuan, i mohuan argumentet e Allahut me padrejtësi, arrogancë dhe mendjemadhësi, megjithse në vetet e tyre janë të bindur në vërtetësinë e tyre. Dhe janë të bindur se ato janë të vërteta. I mohuan dituritë të dërguarve dhe udhëzimet e librave të shpallur nga Allahu. U bën mendjemdhenj ndaj këtyre për shkak njohjes së diturive të natyrës. Do të them se njohin diçka prej diturisë, edhe janë gëzuar me këtë dituri, mendojnë se nuk kanë nevojë për dituritë ose diturinë që e ka sjell Allahu subhanahu wa taala. Dhe thonë, siç kanë thënë popujt e mëparshëm, thot Allahu kur kanë ardhur pejgamber te popujt e mëparshëm, edhe kanë mohuar pejgamberin, edhe thot Allahu wa farihu bima indahum min al-ilm. Edhe u gëzuan me atë dituri që ata e kishin. Është interesant se gjitha këto devijime që në kohën tonë i paraqesin si përparim dhe modernizim dhe do të thënë të arriturat çuditshme të njerëzimit që nuk kanë qenë më përpara, këto devijime Allahu i përmend në popujt shumë të lashtë. Dhe ata popujt e mëparshëm kanë pas dituri, edhe kanë pas zhvillim, dhe kur ka ardhur pejgamberi, janë gëzuar me atë dituri që kanë menduar se kjo është e mjaftueshme dhe nuk kanë nevojë për këtë diturinë e pejgamberit. Dhe për çështjen e diturisë do të flasim edhe më shumë detaje te tema tjetër që është problemi i diturisë dhe njohjes. Edhe aty ka sqarime shumë të bukura për këtë çështje. Mirpo këtu është qëllimi se këta njerëz, duke u angazhuar me shkencën, dhe janë mashtruar që u ka dhënë disa lehtësime për jetën e dunjas, edhe e kanë mohu çdo të vërtetë që ka ardhur nga Allahu përmes pejgamberëve të Allahut. Edhe kanë mohuar, do të thënë besimin në Allahun, e kanë mohu besimin në pejgamberët, mos flasim për melajket, xhenetin, xhehenemin e tjera, do të thënë për çështjeve të akidës, edhe kanë mohu krejtësisht edhe ringjalljen. Kanë thonë, thot Allahu wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ata thonë, nuk ka tjetër veç kësaj bote, veç kësaj jete, do thotë nuk ka jetë tjetër, sepse shkenca nuk e ka zbulu. Do të thënë dituria atyre e mangët, pra nuk ka zbulu se ka jetë tjetër. Kështu pretendojnë, kurse shkenca nuk ka arritur diçka që është në kundërshtim me Kur'anin ose Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë thënë ne vdesim dhe jetojmë në këtë botë. Do të thënë ne mutu wa nahya, pra jetojmë dhe vdesim, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, edhe nuk na shkatron asgjë përveç se kohës, do të thënë kalimi i kohës, pra as vdekjen gjithashtu nuk e besojnë. As vdekjen nuk e besojnë, edhe ju e keni parë që edhe vdekjen
duan ta zhdukin nga shikimi I njerëzve. Do të thënë njeriu në vdekur ose përmendjen e vdekjes ose diçka tillë. Do të thënë që mos mendoj njeriu gjatë jetës së tij se ekziston vdekje. Edhe kështu, këtë besim e kanë se vdekja vjen vetëm me kalimin e kohës. Domethënë konsumohet njeriu edhe vdes më në fund. Domethënë kjo është bindja e tyre. Edhe këta janë këtë gjendje, domethënë të mjerueshme, që është më keq se këto dy grupet më përpara që u përmendën. Domethënë këto edhe ata dy grupe më përpara janë që kanë shirk edhe kufër, edhe janë në devijim të plot, janë domethënë që do të jenë përgjithmonë në xhehenem. Mirë po, këta janë edhe më keq se ata dy grupe. Edhe e keqja që është e këta dy grupe, domethënë thotë është më e vogël se kjo e keqja që është e këta. Mirë po, me të vërtet për të ardhur keq shumë dhe për tu mërzit është që ky devijim kaq I madh edhe kaq I ult, do thotë, ka mashtruar shumicën e njerëzve. Edhe me keqardhje të madhe, domethënë, edhe në mesin e muslimanëve, do thotë, në shoqëritë e muslimanëve ka të tillë që janë mashtruar pas kësaj rruge. Edhe kjo për çka? Është për shkak se nuk e njohin fenë e vërtet. Vetëm se nuk e njohin fenë e vërtet. Se përndryshe, nëse e kishin njohur, nuk ka mundësi, domethënë, të kishin rënë në këto devijime. Kjo është për shkak mungesës diturisë, edhe mungesës njohjes fesë dhe mungesës së fetarisë, gjithashtu, kapjes për fe. Edhe kjo është një aspekt, domethënë aspekti I personit, kurse aspekti I sulmit, domethënë është se këta, si ka thonë këtu, kombet e fuqishme kanë vënë litar dhe graca të shumta, domethënë për interesat e tyre, duan njerëzit që t'i largojnë nga besimi I sakt, për interesat që I kanë, edhe kanë vendosur shumë mashtrime, edhe litar me të cilët I tërheqin, edhe graca që në të cilat bien njerëzit, edhe për këtë shkak janë shkatruar shumica e njerëzve. Domethënë për këtë shkak ne duhet ta mësojmë fenë e Allahut, edhe për këtë shkak është ky shpjegim edhe ky sqarim dhe t'u tregohet njerëzve se asnjëra prej këtyre zgjidhjeve nuk është zgjidhje e plotë dhe e saktë. Është sigur ato zgjidhje që I përmendëm në fillim, domethënë që mund sjellin diçka, ndonjë përmirësim në ndonjë aspekt, mirë po sjellin shkatrim në aspekte të shumta. Si njeriu që mendon se e zgjedh problemin e borxheve duke bërë vetvrasje. Domethënë, kështu është edhe gjendja e gjithë këtyre, domethënë që kanë zgjedhur këtë zgjidhje. Po, pastaj Njerëzit nga vështirat e ignorancës, padrejtësisë, armiqësisë dhe llojeve të keqes, në dritën e diturisë, besimit, bindjes, drejtësisë, mëshirës dhe të gjitha mirësitë. Allahu u ka dhënë besimtarëve dhuratë të mëdha, kur u solli një të dërguar nga mesi I tyre, I cili ju lexon ajetet e tij, I pastron dhe u mëson librin, pra Kur'anin, edhe pse më parë, me të vërtet, ata ishin në lajfitje të qartë. Në të vërtet, Allahu urdhëron për drejtësi, bamirësi dhe ndihma për të afërmit, si dhe ndalon immoralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën. Ai ju këshillon në mënyrë që ju të përkujtoheni. Sot ja përsosa fenë tuaj, e plotësova dhuntin time në jush dhe jam I kënaqur për ju me Islamin si fe. Të përkryer Drejtësi, në vërtetësi. Janë fjalët e Zotit tënd në vërtetësi dhe drejtësi. Do të thotë fjalët fetare me të cilat I ka vendosur ligjet dhe I ka sjellë norma. Këto fjalë të Allahut janë të përkryera në të gjitha anët dhe në to nuk ka asnjë lloj mallësie në asnjë aspekt. Janë të vërteta në ato që tregohet për Allahun, për tauhidin e tij, për shpërblimin e tij, për vërtetësinë e të dërguarve të tij dhe për të gjitha çështjet e ghaibit. Janë të drejta në normat ligjore, sepse të gjitha urdhrat e tij janë në drejtësi, bamirësi, mirëqenie, mirësi dhe përmirësim, kurse të gjitha ndalesat e tij
janë me urtësinë e përsosur, ndalojnë nga padrejtësia, armiqësia, dhuna dhe dëmet e ndryshme. Kush është me gjykim ose kush ka gjykim më të bukur? Kush ka gjykim më të bukur se Allahu për njerëzit që besojnë bindshëm? Mirë, njerëz deri këtu. Do me thonë tani është zgjidhja e vërtet për çështjen e fesë. Dhe ajo padyshim është në fen islame, në islam. Sepse islami me gjitha aspektet që folëm se në islam ka akide, ka do të thonë besim, ka norma shariatit, ka ibadete, ka do të thonë norma për ibadetet, norma për ndërveprimet mes njerëzve, ka çështjet moralit, ka edukat, ka udhëzim, e kështu me radhë dituri. Do të thonë me këto Islami e ka larguar ignorancën, kufrin, padrejtësinë, armiqësinë, llojet e të keqes, edhe ka sjell dritën e diturisë, besimit, bindjes, drejtësisë, mëshirës dhe të gjitha mirësitë. Kjo është feja e saktë që Allahu është i kënaqur për njerëzit dhe që Allahu e ka zgjedhur për njerëzit. Ka thënë Allahu: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Do të thonë kush kërkon fe tjetër përveç Islamit, ai nuk do të pranohet prej tij dhe në ahiret do të jetë prej të humburve. Dhe ka thënë Allahu: inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Do të thonë feja e pranuar tek Allahu është vetëm Islami. Edhe gjithashtu në këtë ajetin që e ka përmendur autori këtu, ka thënë waraditu lakum al-islam dina, do të thonë jam i kënaqur që feja juaj ose jam i kënaqur për ju me Islamin si fe. Do të thonë që Islami të jetë feja juaj, pra Allahu është i kënaqur me këtë. Pse? Do thotë pse kjo është zgjidhja ose cili është argumenti se Islami është zgjidhja më e mirë dhe më e saktë në lidhje me këtë problemin e fesë? Padyshim se Islami ka sjell këto mirësi që i shohim këto ajete. Do thotë ka thënë Allahu subhanahu wa taala një herë, pra këtë ajet që ka sjell këtu, ka thënë laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Do të thonë Allahu u ka dhënë besimtarëve dhuratë të mëdha. Do të thonë kjo është dhunti prej Allahut subhanahu wa taala që ja ka sjell besimtarëve, do të thonë ata që e kanë ndjekur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kanë këtë dhuratë dhe mirësi dhe dhunti idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, kur u solli një të dërguar nga mesi i tyre, do të thonë një prej njerëzve, nga mesi i njerëzve, nuk i ka dërguar Allahu të dërguar prej jashtë, po një prej mesit të tyre, i cili yatlu alejhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal hikma, i cili u lexon ajetet e Allahut, fjalët e Allahut, fjalët e tij, i pastron, do të thonë i pastron me edukat mirë, edhe me duke u mësuar si të pendohen, do të thonë u mëson pendimin, si të pastrohen nga gjunahet, u mëson edukatat e pastra, që të pastrohen nga njollat ndryshme të devijimeve, i pastron fillimisht para së gjithash me tauhid, do të thonë që të largohen nga fllitësia e shirkut dhe të pastrohen me veçimin e Allahut në adhurim. Dhe u mëson librin, Kur'anin, dhe u mëson urtësinë, wa yuallimuhum al-kitaba wal hikma, pra libri që është Kur'ani, kurse urtësia thon shumica e dietarëve se është për qëllim suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin padyshim ka urtësi të shumta. Edhe pse më parë me të vërtetë ata ishin në lajthitje të qartë. Do të thënë në lajthitje e vërtetë, e dukshme, lefi dalalim mubin, do të thënë në devijim të dukshëm dhe të qartë, se kanë qenë në të kundërtën e kësaj që përmendet në këto ajete. Siç ka thënë Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kur i ka treguar në Gjashiut, do të thonë për realitetin e gjendjes së tyre, edhe ka thënë se ne ishim në ignorante,
domethënë ignoranca në të cilën kemi qenë ka qenë ignorante. Edhe errësirat e errta që adhuronim, domethënë robër, pra krijesa, gur, drur, bënim padrejtësi, i fuqishmi e hante të dobtin e kështu me radhë. Domethënë kjo ka qenë gjendja e njerëzimit. Pastaj Allahu na shpëtoi me këtë dritë dhe me këtë udhëzim, edhe na urdhëron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për gjithat mirat i ka përmendur, na urdhëron që ta adhurojmë Allahun, që ta falim namazin, ta japim zakatin, të jemi të drejtë, ta respektojmë prindin, të kujdesemi për të varfrin e kështu me radhë. Domethënë ka përmendur diçka prej atyre që paraqesin Islamin, pra në pika të shkurta. Edhe këto ajete që i ka përmendur këtu autori janë ajete që e përmbledhin shkurtimisht realitetin e Islamit. Ajeti tjetër ka thot Allahu subhanahu wa taala, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Domethënë në të vërtetë Allahu urdhëron për drejtësi, urdhëron për bamirësi dhe ndihma për të afërmit, wa ita'i dhil qurba, për t'i dhënë, për të shpenzuar për të afërmit, dhe e ndalon wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi, domethënë e ndalon sjelljen e keqe ose turpërinë, imoralitetin, rënjen, domethënë në aspektin e moralit, dhe munker, domethënë veprat e këqija, çdo vepër që nuk e pranon natyra e pastër e njeriu, mendja e shëndosh, dhe el baghi, domethënë padrejtësinë ose sulmin e padrejtë, dhunën, domethënë përdorimin e dhunës padrejtësisht. Edhe thot ya'idhukum la'allakum tadhakkarun, pra Allahu ju këshillon që ju të merrni mësim dhe të përkujtoheni. Gjithashtu ka thënë Allahu, el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, domethënë sot ju plotësova fenë dhe e plotësova ose e plotësova fenë dhe e plotësova dhuntin time ndaj jush. Do thotë që kjo fe është e përsosur në gjitha aspektet, nuk ka mundësi të gjej dikush të një mangësi në të, ose gjithashtu prej argumenteve të vërtetësisë së fesë është se nuk ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa është plotësuar feja. Do të thënë kur është plotësuar çdo gjë, është rregulluar gjithë sistemi i fesë, i jetës, i diturisë, i besimit, i adhurimit, i moralit e kështu me radhë, atëherë është largu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë ka vdekur dhe është largu nga kjo dunja, e ka kryer misionin. Edhe prandaj kushdo me analizu, do të thënë nuk mundet me gjetë realisht ndonjë mangësi në fe që ka lënë pa e rregulluar ndonjë çështje. Nuk ka, edhe do ta shohim brenda këtij libri, do të thënë secilin aspekt Islami i ka rregulluar në mënyrë të përsosur çështjet. Dhe me këtë është plotësuar dhuntia e Allahut ndaj njerëzve, edhe thot Allahu wa raditu lakum al-islam dina, do të thënë jam i kënaqur për ju me Islamin si fe, do të thënë që ta keni Islamin fe. Dhe ka thënë Allahu wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, do të thënë fjalët e Zotit tënd janë të përkryera në vërtetësi dhe drejtësi. Pra fjalët e Allahut janë të përkryera në vërtetësi dhe drejtësi. Fjalët e Allahut, pastaj ka sqaruar këtu se këto fjalë të Allahut, do të thotë fjalët fetare me të cilat i ka vendosur ligjet dhe i ka sjell normat. Do të thotë kjo tregon se fjalët e Allahut janë dy lloje ose në dy mënyra. Fjalët e krijimit dhe caktimit dhe fjalët e normave dhe fesë. Do të thënë në krijim edhe në caktim Allah subhanahu wa taala krijon me fjalë dhe i cakton caktimet, kaderin me fjalë. Si ka thënë Allahu, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun. Do të thënë urdhri i Allahut ose çështja e Allahut është që kur do të bëhet diçka, i thot bëhu, kun. Pra kjo është fjalë e Allahut. Bëhu, do të thënë çka do me kriju edhe çka do me caktu, thot me fjalë. Këto janë fjalët e kaderit ose fjalët e krijimit.
Dhe fjalë tjera që e ka bërë si definicion, do të thonë kjo është si definicion i mjaftueshëm që e ka dhënë autori, fjalët fetare janë ato me të cilat vendosen ligjet dhe sillen normat. Do të thonë urdhrat dhe ndalesat e Allahut subhanahu wa taala janë këto, edhe gjithashtu ato fjalë që tregojnë për besimin, fjalët, do të thonë fjalët e Kuranit, ato që janë të shpallura në sunet, do të thonë janë fjalë të Allahut në aspekt të fesë. Ka thonë këto fjalë të Allahut janë të përkryera në të gjitha anët dhe në to nuk ka asnjë lloj mangësie në asnjë aspekt. Pra, edhe një herë, grupi i parë ose lloji i parë i fjalëve, fjalët e krijimit dhe caktimit. Dhe lloji i dytë, fjalët e fesë, fjalët e fesë dhe normave ose sheriatit. Te fjalët e fesë ka dy lloje. Janë fjalë që tregojnë për besimin, do të thënë për akiden, tregojnë për Allahun, për xhenetin, xhehenemin, për melaiket, për pejgamberët e mëparshëm e kështu me radhë, do të thënë që është pjesë e besimit. Dhe fjalë ato lloji tjetër është fjalë fetare që kanë të bëjnë me normat, me halalin, haramin ose urdhrat, do të thonë obligimet, punët e preferuara, ndalesat, punët e urryera kështu me radhë, do të thënë kjo është në pjesën e normave. Fjalët që flasin për akiden dhe besimin janë me vërtetësi të plotë, të përsosur. Prandaj ka thënë janë të vërteta në atë që tregohet për Allahun, për tauhidin e tij, për shpërblimin e tij, për vërtetësinë e të dërguarve të tij dhe për të gjitha çështjet e ghaibit. Pra, këto janë temmet kelimatu rabbike sidqan, do të thonë fjalët e Zotit tënd janë të përsosura në vërtetësi, në sinqeritet. Dhe adlan, do të thonë të drejta. Thot, janë të drejta në normat ligjore, sepse të gjitha urdhrat e tij janë drejtësi, bamirësi, mirëqenie, mirësi dhe përmirësim. Kurse të gjitha ndalesat e tij janë me udhësinë e përsosur, ndalojnë nga padrejtësia, armiqësia, dhuna dhe damet e ndryshme. Këto janë drejtësi, do të thonë tham për ato për besimin, padyshim se ajo që tregohet për çështjet e ghaibit është e vërtetë, sepse Allahu e flet vetëm të vërtetën. Ka thënë Allahu: "Wa man asdaqu min Allahi qila." Do të thonë kush është ai që flet më drejt, më saktë se Allahu. Nuk, do të thonë këto janë pyetje. Këto ajete do thotë janë në formë pyetje që do thotë pohim i asaj që dihet. Do të thonë ajo që është në zemrën e njeriut edhe në mendjen, në thellësinë e mendjes, do të thonë se nuk ka fjalë nga Allahu që mund të jetë e pavërtetë. Kurse sa i përket fjalëve që kanë të bëjnë me fen, është, do thotë, në to ka drejtësi të plotë. Lexo tash. Kush është me gjykim më të bukur se Allahu për njerëzit që besojnë dyshëm? Kjo pyetje është në kuptimin e mohimit të përshëndruar, i cili është theluar në logjikën e shëndosh të njerëzve dhe në natyrën e tyre të pastër. Nuk ka urdhëruar Allahu për ndonjë gjë e që logjika të thotë më mirë të kishte ndaluar. As nuk ka ndaluar ndonjë gjë e që logjika të thotë më mirë të kishte urdhëruar për këtë. Kjo fe e ka lejuar çdo gjë të pastër dhe të dobishme dhe e ka ndaluar çdo të fëmijshur dhe të dëmshme. Mirë. Do thotë ky është qëllimi te përsosmëria me drejtësi, që fjalët e Allahut janë drejtësia e plot absolute, edhe këtë vërteton edhe ky ajet: "Wa man ahsanu min Allahi hukman", pra kush ka gjykim më të bukur se Allahu.
Kjo pyetje kush ka gjykim më të bukur se Allahu, është, i thuhet arabisht, do të thonë sual linefjin muqarrar. Do të thonë është pyetje që sjell mohim të asaj që është e njohur ose është e përqendruar në zemër edhe në natyrshmërinë e pastër të njeriut dhe në mendjen e shëndosh, në logjikën e shëndosh. Prandaj ka sjell këtu një fjalë është një fjalë që e ka transmetuar Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nga ndonjë beduin. Thot se e kanë pyetur si e kuptove që Islami është fe e vërtet. Ka thënë përgjigjja e tij është se e pash që nuk ka ndonjë urdhër në Islam që logjika shëndos thot sikur të ishte ndalu kjo. Edhe nuk pash ndonjë ndalesë në Islam që logjika shëndos mund thot sikur të ishte lejuar ose sikur të ishte urdhëruar. Pasi në Islam nuk gjejmë urdhra ose gjithashtu do të thënë ato që janë lejuar, nuk gjejmë përveç se çdo gjë që është e pastër dhe e dobishme. Edhe çdo ndalesë, nëse e analizojmë me logjikë të shëndosh, e gjejmë se është e ndaluar vetëm një gjë që është e fliqur ose e dëmshme. Do të thonë çdo gjë që është në Islam e urdhrave dhe prej rregullave, do thotë është që njeriu përfiton edhe në jetën e shpejtë, në jetën e kësaj bote, edhe përfiton shpërblime për në ahiret. Edhe kjo prandaj do të thonë njeriu duhet të analizojë vetë se cili kjo është thirrje, do të thonë gjitha këto që thuhen në libër janë thirrje për të analizuar. Edhe prandaj kur u bëhet thirrje mosbesimtarëve, po edhe muslimanëve që kanë dyshime dhe dobësi në fe, duhet të tregojnë këto ose ti orientojmë, do të thonë që ta studiojnë dhe ta logjikojnë Islamin dhe Kur'anin, sepse Allahu subhanahu wa taala ka nxitur, ka thënë efela yatadabbaruna al-Qur'an, do të thonë pse nuk mendojnë rreth Kur'anit. Pra le ta shohin, le të studiojnë të gjithë vetë, edhe ta shohin se ka në Islam ndonjë urdhër që logjika e shëndosh edhe e pastër thot është dashur mos jetë ky urdhër. Ose a ka ndonjë ndalesë që logjika e pastër dhe shëndosh do të kishte thënë se më mirë të ishte leju kjo. Pra ka ndonjë prej këtyre çështje, do të thënë edhe këto ligjet e njërit prej këtyre tre grupeve më përpara që i përmendëm, nëse e bajnë ligjin me sinqeritet, do të thënë vinë te ky përfundim. E dini se në disa vende është ndalu një kohë alkooli, edhe pse ata nuk e llogaritin se është haram, e kanë ndalu. Edhe në disa vende, edhe tani në vendet tona e ndalun bixhozin. Mirë po piknisja e tyre, edhe baza e tyre është e dobët. Folëm për themelin, do të thënë duhet feja të jetë baza, që është në zemër, edhe atëherë ndërtesa është e fuqishme. Kur ndërtohet diçka pa bazë, do të thënë shumë shpejt bie. Dhe të ka i bëjnë këto ndalesa, kuptojnë se ajo që është ndaluar në Islam, ajo është e keqe. Edhe nuk është asnjëherë e mirë që të lejohet në shoqëri. Do të thënë si për shembull ajo që është aktuale dhe që ka ndodhur në disa vende, që e dim, do të thënë si kamata për shembull, ose alkooli, ose bixhozi, ose gjërat ngjashme, janë mundu t'i ndalojnë një herë, sepse kanë pa që ka dobi në ndalimin e tyre. Mirë po, me që s'ka qenë themeli i fuqishëm, mas një kohë të shkurt bie ajo, edhe tani kanë leju bixhozin prap, edhe në ato vende tjera që kanë leju alkoolin pas një kohë. Do të thonë e shohin, pra në thellësinë e tyre e dinë se kjo është e vërteta. Këtu është qëllimi. Dhe
e shohim te ky ajet I ardhshëm se si është përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kjo fe. Dhe atyre që ndjekin të dërguarin, profetin që nuk di shkrim e lexim, të cilin ata e gjejnë të shënuar tek ata në Teurat dhe Injil, ai I urdhëron të bëjnë vepra të mira dhe I ndalon nga të keqia, u alejon të këndshmet pra të pastrat dhe u ndalon të fëlliqurat, duke I liruar nga pavet e rënda dhe vështirësitë që kanë pasur. Islami është feja që I drejton njerëzit drejt çdo Po mirë. Do thotë edhe ky ajeti ishte I lidhur me këto më përpara që I përmendëm. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka sjell këtë fe nga Allahu subhanahu wa taala është që I ka sjell këto ligje të sakta për njerëzimin. Do të thonë nuk ka qenë që ka ditur shkrim e lexim, nuk ka studiu, por I ka ardhur vetëm shpallja nga Allahu subhanahu wa taala dhe përgëzimi për ta ka qenë dhe është I pranishëm Teurat dhe Injil. Dhe cilësia e tij, domethënë është që I urdhron për të mira. U alejon, domethënë I urdhron për të mira, I ndalon nga të këqijat. Pra I urdhron vetëm për bërjen e veprave të mira, I ndalon bërjen e veprave të këqija. U alejon, domethënë ato ushqime, veshmbathje, veprime, moral, sjellje, do thotë, ato që janë të pastra dhe të këndshme. Dhe u ndalon ato ushqime, ato veprime, ato veshje, edhe ato lidhje mes njerëzve që janë të papastra dhe të fëlliqura. Pra e lejon çdo gjë që është e bukur dhe e pastër. E lejon martesën, e ndalon zinan, I lejon të gjitha llojet të ushqimeve dhe I ndalon vetëm ato që në të cilat ka dëme dhe të këqija dhe papastërti, e kështu me radhë te veshmbathja, te sjellja, te lidhjet mes njerëzve, I lejon tregtitë e pastra që janë të ndërtuara në drejtësi dhe mëshirë, kështu me radhë, I ndalon ato që janë, domethënë ato që sjellin vrasësi dhe dëm për dikant. Më thotë kjo është cilësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe cilësia e kësaj feje. Po lexojmë tjetrën. Këtu tani domethënë tregon edhe më tutje vlera dhe cilësitë larta të kësaj feje. Prandaj shihni në secilin paragraf pothuajse ka Islami është fe ose feja islame, domethënë është kështu ose ka urdhëruar për këtë, ka sjell këtë. Domethënë ka përmendur shumë prej këtyre veçorive që janë të kësaj feje. Veçori dhe cilësi të larta. Po. Islami është feja që I drejton njerëzit drejt çdo çështje të dobishme. Për ta në fenë dhe në jetesën e tyre të dunjas dhe I paralajmëron nga çdo çështje të dëmshme për ta në fenë dhe në jetesën e tyre të dunjas. Kurse në rast të paqartësisë, mes dobive dhe dëmeve, I urdhëron të konsultohen me zhreti që të nxjerrin gjykimin më të dobishëm dhe të shmangin ato që është më e dëmshme. Pra në Islam ka urdhra për atë që është më e mira në secilën çështje, përsërita disa herë. Dhe gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka lënë hapësirë në disa çështje të tjera, edhe në disa raste ka mundësi që nuk duket qartë me shikimin e parë. Do të thënë vjen një situatë që nuk është e qartë sipas asaj që ka në Kur'an dhe në Sunet, nuk është e qartë a është halal ose është haram, a është e dobishme ose jo. Edhe në këto raste, pra nuk është për njeriu, për një person, nuk është e qartë ajo situatë, Allahu ka urdhëruar për konsultim, edhe që të bohen njerëzit e mençur, edhe njerëzit që kanë dituri, që e njohin Islamin, që kanë përvojë dhe ta sillin atë vendim që është më I miri. Do të thënë gjithmonë, pra ka urdhëruar direkt në punët e qarta, ka urdhëruar direkt me urdhra ose me ndalesa. Kurse për punët që mund të jenë të paqarta për disa njerëz, ka urdhëruar që të konsultohen dhe të pyesin, edhe ta diskutojnë, edhe ta gjejnë zgjidhjen më të mirë në bazat e në ato baza që I ka zbrit Allahu subhanahu wa taala.
Kjo është feja madhështore e gjithëtamshme, e cila urdhëron të besohet secili libër që e ka zbritur Allahu dhe secili dërguar që e ka dërguar ai. Allahu thot, andaj ti thirr, drejtohu siç e urdhëruar, mos i ndiqësh detyrave tuaja. Unë besoj çdo libër që e ka zbritur Allahu dhe jam urdhëruar që të gjykoj krejt midis jush. Allahu është Zoti ynë dhe Zoti juaj. Veprat tona janë për ne e veprat tuaja janë për ju. Midis nesh dhe jush nuk ka kurrë mosmarrëveshje. Allahu do të na turbojë të gjithë dhe tek ai është përfundimi. Kjo është një prej ajeteve të shumta madhështore që mjafton me të vërtet din njerëzit të shfaqin muslimant, të shfaqin muslimanëve në radhë të parë edhe të tjerëve, me ju tregu. Do thënë çka na thret kjo fe? Nuk na thret për egërsi edhe sulm. Askund në Islam, në gjithë Kur'anin edhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka asnjë grimc argumenti për atë që veprojnë grupet terroriste, për këta që veprojnë ata ekstremistë, domethënë, të cilët thrasin që të vritet secili jo musliman. Nuk ekziston urdhër as isharet, domethënë, as një shenjë në Kur'an ose në Sunet që duhet vritet secili që nuk është musliman. Nuk ekziston. Por ka thënë Allahu, "Falidhalika fad'u", domethënë për këtë thirr. Dhe Islami është thirrje. Do thotë që tu tregojmë njerëzve se çka është zgjidhja më e mirë, edhe diskutojmë me njerëzit. Ka thënë wajadilhum billati hiya ahsan, domethënë debato me ta në mënyrën që është më e bukur. Pra, duke debatuar, duke u tregu argumentet, edhe logjikën dhe domet dhe dobit, domethënë me thirrje të pastër dhe me thirrje me të vërtetë shenjtë. Pastaj lufta është, edhe për këtë do të flasim, lufta është që të hiqet pengesa nga kjo rrugë. Domethënë që disa njerëz e pengojnë me padrejtësi që t'u arrijë kjo mirësi njerëzve. Domethënë e pengojnë që mos dëgjojnë njerëzit për Islamin, edhe nëse bëhet pengesë dikush, atëherë edhe luftohet. Por edhe rregullat e luftës janë rregulla, domethënë të pastra, madhështore. Sidoqoftë thirrja e Islamit, kjo është pra që është përshkruajtur për shembull këtë ajet, ka thënë falidhalika fad'u, domethënë për këtë thirr, wastaqim kama umirta, dhe drejtohu siç je urdhëruar. Pra hec rrugës sipas urdhrave të Allahut, jo me bidate, shpikje, devijime, filozofi, domethënë secili ta sjellë atë mendimin e vet, por siç kanë ardhur urdhrat nga Allahu subhanahu wa ta'ala, wala tattabi' ahwa'ahum, mos i ndiqë epshet e tyre. Domethënë nëse i ndjek epshet e njerëzve, të largojnë nga rruga e Allahut. Pra ajo që duhet ta bëjë muslimani në veten e tij dhe në thirrje gjithashtu, është që të hecë i paluhatshëm në atë që ka urdhëruar Allahu. Nëse mundohesh secilit me apo qefin, edhe secili, domethënë me i pasu epshet e tyre, atëherë ka thënë Allahu, nëse i pason epshet e atyre që nuk dinë, domethënë të devijojnë nga rruga e drejtë në disa ajete. Edhe ka thënë wa qul amantu bima anzala Allahu min kitab, domethënë thuaj, unë i besoj secilit libër, çdo libër që e ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe në imësi, domethënë siç thash, jemi të bindur që secili libër është hak, edhe secila shkronjë në të që ka zbrit nga Allahu është hak, edhe ata që e kanë ndjekur janë njerëzit e shpëtuar. Wa umirtu li a'dila bainakum, dhe jam urdhëruar që të jemi drejt mes jush, mbaj drejtësi. Pra edhe të afërmin edhe të largëtin edhe mikun edhe armikun, ndaj të gjithëve jemi të urdhëruar që të ecim me drejtësi. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Edhe kjo është, domethënë pasi jemi të pajtuar në rububie, është Zoti jonë dhe Zoti juaj i njëjtë, atëherë ta adhurojmë vetëm Zotin. Nuk duam, domethënë nuk kërkojmë ne që ta lini Zotin edhe ta ndiqni një krijesë ose domethënë siç bëjnë thirrje disa fe pagane, domethënë me adhuru filanin e kështu me radhë, por ne thrasim që Zoti që na ka kriju të gjithë vetëm atë ta adhurojmë subhanahu wa ta'ala, edhe themi lana a'maluna wa lakum a'malukum. Domethënë ne
do të përgjigjemi për veprat tona, ne I kemi veprat tona, edhe me to dalim përpara Allahut, edhe ju keni veprat tuaja, me to dilni para Allahut, edhe nuk kemi grindje në lidhje me këto, do të thonë tek Allahu. Allahu është ai që gjykon, Allahu yajma'u bainana, do të thonë Allahu do të na tuboj të gjithë tek ai, edhe Allahu do të gjykoj, pra secili duhet ta mendoj këtë moment të qëndrimit para Allahut subhanahu wa taala, edhe jo vetëm ta bëj, do të thënë temën vetëm grindje në dunja, por ne I thrasim njerëzit që ata t'i thrasin mendjes së tyre, edhe të kthehen te zemra e tyre, te shpirti I tyre, dhe ta mendojnë qëndrimin para Zotit subhanahu wa taala. Edhe atëherë secili përgjigjet për veprat e tij, prandaj I thrasim ne që t'i drejtohen Allahut, ta adhurojnë Allahun në dunja dhe ta dinë se përfundimin e kanë tek Allahu, dhe fundi I ajetit thotë wa ilayhil masir, do të thënë tek ai është përfundimi. Po. Kjo është feja madhështore për vërtetësinë dhe përsosmërinë së cilës dëshmon Zoti I Madhërisht dhe dëshmon krijesat më të plota dhe më të veçanta. Allahu I madhëruar thotë, Allahu dëshmon se pa ashtu edhe engjëjt, e njerëzit e dijes se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Tij, duke mbajtur drejtësinë. S'ka të adhuruar të drejtë përveç Atij, të plot fuqishmit, të urdhit. Feja e vërtetë tek Allahu është vetëm Islami. Kush stoliset me këtë fe, atij Allahu. Do thotë kjo është ky ajet që tregon vërtetësinë e kësaj feje, do të thënë për vërtetësinë e tauhidit dhe fjalës la ilaha illallah, ka dëshmuar Allahu subhanahu wa taala, krijuesi I gjithçkaje, dhe I ka bërë dëshmitar krijesat më të veçanta dhe më të pastra dhe më të larta, që janë me lajket dhe njerëz të diturisë. Do të thënë ata që kanë dituri me të vërtetë, dhe me lajket që gjithashtu kanë dituri dhe vepra të mira, dëshmojnë se nuk ka të adhuruar të drejtë, dhe çdo gjë që adhurohet përveç Allahut është adhurimi kot. Pra vetëm Zoti, krijuesi, sunduesi subhanahu wa taala, vetëm ai është që duhet të adhurohet dhe askush tjetër përveç Tij. Kush stoliset me këtë fe, atij Allahu ja zbukuron paraqitjen e jashtme dhe realitetin e brendshëm, dhe ja përsos moralin dhe veprën. Allahu thotë, kush ka fetari më të bukur se ai që I dorëzohet përstysh Allahut, duke qenë bamirës. Nuk ka më bukur se ai që është I përkushtuar sinqerisht ndaj Allahut, bamirës ndaj robërve të Allahut, I përkushtuar ndaj Allahut dhe e ndjek shariatin e Allahut, I cili është ligji më I bukur dhe rruga më e drejtë, që e ka ngjyrë zemrën e Tij me përkushtim, veçim dhe tauhid, I ka drejtuar sjelljen dhe veprat e Tij në udhëzim dhe saktësi. Ngjyra që ka dhënë Allahu s'ka ngjyrë më të bukur se ajo që jep Allahu, ne vetëm atë adhurojmë. Kjo është fe që zbatuesit e saj, të cilët janë zbukuruar në udhëzimet dhe mësimet e saj, I kanë hapur zemrat me dituri dhe besim. Mirë. Do thotë, gjithashtu kjo fe është bukuri në vetveti dhe e zbukuron njeriu. E zbukuron brendësinë e njeriut dhe e zbukuron pamjen e jashtme gjithashtu. Dhe me këtë lutje është lutë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Allahumma zayyinna bi zinatil iman. O Allah, na zbukuro me bukurinë, me stolinë e imanit. Na zbukuro me stolinë e imanit. Është që zbukuron të mbrëmshmen, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala, wa zayyanahu fi qulubikum. Do të thënë u ka zbukuru zemrat, ose e ka zbukuru imanin në zemrat tuaja. Do të thënë brendësi, njeriu pastrohet edhe bëhet I bukur nga ana e brendshme, që ka niyetin e pastër dhe të bukur, edhe qëllimet, synimet që është I përkushtuar ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe e zbukuron gjithashtu të jashtmen, të dukshmen, do të thënë në sjelljet, veprimet, veprat, njeriu është në gjithë ato me të vërtet me bukuri të madhe, se ka thënë Allahu wa libasu taqwa dhalika khair. Do të thënë kjo veshja e takuas është më e mirë. Pra veshja e takuas, kur njeriu I ruhet Allahut edhe vepron vetëm sipas asaj që është e mirë,
dhe vepron sipas asaj që ka lejuar Allahu, i ruhet haramit, do të thënë me të vërtet pamja e tij është e bukur dhe e zbukuruar. Dhe kjo është fe, do të thënë që e zbukuron njeriu me këtë bukuri, me këtë rrugë të drejtë, edhe që është në përputhje të plot me natyrshmërinë e pastër. Prandaj ka thënë Allahu: "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Do të thonë, kush ka fetari më të bukur, pra kush është më i bukur në pamjen e brendshme dhe në pamjen e jashtme, se ai që i dorëzohet plotësisht mimman aslama wajhahu lillah. Do të thonë, është i dorëzuar krejtësisht ndaj Allahut, i përkushtuar vetëm ndaj Allahut. Me këtë e ka pastru brendësinë, edhe e ka zbukuru, e ka stolisur brendësinë. Wa huwa muhsin, edhe është bamirës, do të thonë bën vepra të mira, edhe bamirës ndaj Allahut, duke adhuru Allahun në mënyrën më të bukur, edhe bamirës ndaj krijesave të Allahut, duke u sjell mirë me ta dhe duke u bërë mirë atyre. Dhe kjo është një ngjyrim, do të thonë sikur kur lyen një prodhim për ta bërë më të bukur, për t'i dhënë formë më të bukur, ky është ngjyrimi që e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Sibqat Allah wa man ahsanu min Allahi sibqa. Ngjyra që na ka dhënë Allahu. Dhe s'ka ngjyrë më të bukur se ajo që jep Allahu. Mirë, deri në fund, do të thonë, të kësaj teme, do ta lexojmë vetëm dhe ndiqeni, inshallah janë të qarta, nuk ka nevojë për shumë shpjegime. Vazhdo. Kjo është në fe që zbatuesit e saj, të cilat janë të zbukuruar në udhëzimet dhe besimet e saj, i kanë hapur zemrat me dituri dhe besim, dhe vendet me drejtësi, mëshirë dhe qëllëtërsi për llojin njerëzor. Po vetëm pak, do të thonë, siç i kanë hap zemrat e tyre me dituri dhe drejtësi dhe këtë bukuri, edhe zemrat e njerëzve gjithashtu i kanë hapur sahabët, edhe pasuesit e tyre, do të thonë pasuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i kanë hapur vendet gjithashtu. E kanë përhap Islamin në përgjitha viset, edhe e kanë largu prej atyre vendeve pa drejtësinë dhe tiraninë, dhe e kanë sjell drejtësinë edhe përparimin dhe pastrimin, do të thonë, të vendit për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Kjo është fe me të cilën Allahu ka përmirësuar besimin dhe moralin, e ka përmirësuar jetën e kësaj bote dhe ahiretit, i ka bashkuar zemrat e përçara dhe ëndjet me ëndjet e shpërndarë. Kjo është feja madhështore e cila është radhitur mrekullueshëm dhe është parashtruar me hollësi me të gjitha detyrit dhe me të gjitha normat ligjore. Çdo gjë që tregon kjo fe është e vërteta dhe realiteti, dhe çdo gjë që gjykon ajo është e vërteta dhe drejtësia. Nuk ka dalë ndonjë dituri e saktë e cila do të kishte kundërshtuar diçka prej lajmeve të saj, e as që do të kishte sjellë në gjykim më të mirë se gjykimi i saj. Baza, themelet dhe rrugët e saj Do të thotë edhe për këtë çështje, duhet ta theksoni ose nënvizoni, me të vërtetë nuk ka dituri të saktë që kanë mund të arrijnë njerëzit që e ka përgjigjëstruar diturinë që ka ardhur në Islam. Nuk ka ndonjë dituri ose e arritur e vërtetë që tregon se diçka që është treguar në Islam, do të thonë ndonjë lajm që është dhënë në Islam, në Kur'an ose në Sunet, që ka dalë i pavërtetë. Edhe deri sot gjithashtu nuk ka dalë një ligj i cili është më i drejtë se ligji i Islamit. Edhe për këtë shkak këta njerëzit, do të thënë, vazhdimisht i ndryshojnë ligjet. Do të thënë, e provojnë një kohë, edhe nuk ju del tamam. Edhe provojnë edhe një herë kështu me radhë, vetëm ligjet e Islamit janë të përhershme dhe të vërteta. Dua vetëm si shembull ta përmendim që ta kuptojmë. Për shembull ligji i zakatit. Do të thënë tash ne në kohën tonë dhe në këto vende që jetojmë, nuk ka autoritet që na kërkon zakatin. Do të thënë këto autoritetet na dërgojnë fatura
letra të llojshme, për tatime, për pagesa, për kështu. Mirë po, nuk kemi autoritet që na kërkon zakatin. Edhe shikoni se si mundohen njerëzit, gjithë njerëzit janë të pajtuar se kjo është padrejtësi, këto pagesat që i kërkojnë, edhe mundohen me çdo mënyrë t'i largohen. Kurse ne, edhe pse nuk kemi një autoritet mbikëqyrës, e japim zakatin, se jemi të bindur se është hak, edhe është drejtësi, edhe është mirësi, edhe për zakatin do të flasim, mirë po mund ta marrim si shembull për ta kuptuar çka do të thotë që nuk ka ardhur një dituri ose një arritur njerëzore që ka treguar se ka diçka më të mirë se Islami. Baza, themelët dhe rrënjët e saj nisën me përshtatshmëri të plotë në secilën kohë të kaluar dhe të ardhmen. Çdo herë kur veprimet e ndryshme midis individëve dhe grupeve në secilën kohë dhe në secilin vend zbatohen sipas argumenteve të saj. Atëherë plotësohen drejtësia, mëshira, e mira dhe pamirësia, nga sa ato janë të shpallura nga i urti i lavdishmit. Kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kjo është një libër, vargjet e të cilit janë rrëfitur rregullueshëm dhe janë parashtruar në hollësi nga ana e të urtit të gjithdijshmit për hollësi. Atij nuk mund t'i afrohet gënjeshtra dhe nga asnjëra anë. Kjo është shpallje për të urtit të lavdishmit. Sigurisht ne e kemi shpallur Kur'anin dhe sigurisht ne do ta ruajmë atë. Pra, kuptoni këtu tani se si është ruajtja e Kuranit. Allahu e ruan Kur'anin duke i ruajtur fjalët në të që të mos shtohen, mos hiqet ose mos ndryshohet. Kurani është i mbrojtur, nuk ka asnjë ndryshim në asnjë shkronjë, në asnjë pikë, do thotë, në aspektin e fjalëve. Mos ndryshohet asgjë dhe duke i ruajtur normat e tij që të mos përburohen ose gjymtohen. Edhe gjithashtu këto çka sillin këto fjalë, çka tregojnë norma, rregulla, ligje, akide, besim, morale kështu me radhë, janë të gjitha të ruajtura sepse e ka ruajtur Allahu përmes dërgimit të dietarëve që kanë shpjeguar se cilën kohë është ruajtur suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është shpjeguesi i Kuranit, edhe gjithashtu është ruajtur komentimi i saktë i Kuranit deri në ditën e gjykimit. Pra janë ruajtur fjalët dhe shkronjat dhe janë ruajtur normat dhe rregullat. Nuk ka shtrembrim në të. Pra ky është kuptimi i ajetit, ne kemi shpallur Kuranin dhe sigurisht ne do ta ruajmë atë. Duke i ruajtur normat e tij që të mos përmbrohen ose gjymtohen, por të mbeten në shkallën më të lartë të drejtësisë, qëndrueshmërisë dhe lehtësisë. Kjo është fe madhështore e cila udhëzon në të vërtetën dhe në rrugën e drejtë. Vërtetësia është simboli i saj, drejtësia është boshti i saj, e vërteta është shtylla e saj. Mëshira është shpirti dhe qëllimi i saj. Mirësia është shoqëruesi i saj. Përmirësimi është bukuria dhe vepra e saj. Udhëzimi është pasuria e saj. Këto janë përshkrime të bukura për fenë islame. Edhe për secilën prej këtyre ka argumente të shumta nga fjalët e Allahut dhe nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtetë është mënyrë e bukur për ta përshkruar Islamin. Do të thonë fe madhështore, e cila udhëzon në të vërtetën dhe rrugën e drejtë. Vërtetësia është simbol i Islamit, që çdo gjë që është në të është e vërtetë dhe gjithmonë urdhëron për të vërtetën dhe për ta folur të vërtetën, për ta ndjekur të vërtetën dhe ndalon gënjeshtrën dhe të pavërtetën. Drejtësia është boshti i saj, e vërteta është shtylla e saj, mëshira është shpirti dhe qëllimi i saj, mirësia është shoqëruesi i saj, do të thënë në secilën normë, në secilin urdhër shoqërohet me mirësi ndaj krijesave. Përmirësimi i vazhdueshëm i njeriu në shpirtin e tij, në veprat e tij, është bukuria dhe vepra e Islamit, edhe udhëzimi është pasuria e kësaj feje. Islami është fe që i përmbush kërkesat e
urdhëruar të dërguarit e tij, i ka urdhëruar ta adhurojnë atë. Ta adhurojnë atë, të bëjnë vepra të mira me të cilat ai pajtohet, të hanë ushqime të pastra dhe të nxjerrin ato që i ka krijuar Allahu për robërit e tij. Në jetën e kësaj bote, me këtë i ka shtyrë zbatuesit e vërtetë të Islamit ta kërkojnë secilën lartësi, ngritje dhe përparim të vërtetë. Do më thonë, pra gjithashtu Islami, kjo është edhe një veçori shumë e rëndësishme, se i plotëson të gjitha kërkesat e shpirtit, zemrës dhe të trupit. Pasi me që folëm kështu për këta që hulumtojnë zgjidhje për çështjen e fesë, çka është problemi që i shqetëson? Sepse në ato ambiente ose në ato ideologji ku jetojnë, ndjen të zbrazët shpirtërisht. Edhe kërkojnë ta plotësojnë këtë kërkesë të shpirtit ose të zemrës, edhe shkojnë në një ekstrem tjetër. Do të thonë, si i thonë ata i drejtohen spiritualizmit e kështu me radhë, që kërkon të lihet çdo gjë që kërkon trupi. Edhe atëherë, edhe kjo nuk është zgjidhje e vazhdueshme, edhe zgjidhje e saktë. Edhe prandaj largohen edhe për asaj. Do të thënë, gjithmonë si u përmend më herët, gjithmonë janë në përerësira duke u përpelitur njëra ndaj njërë këte. Do të thënë për shkak se nuk është zgjidhja e saktë. Kurse zgjidhja është Islami që i plotëson kërkesat e shpirtit, që njeriu e adhuron Allahun vazhdimisht gjatë gjithë ditës së tij, edhe punon për dunja, edhe menjëherë kur vjen koha për të adhuruar Allahun, ndahet prej punës dunjas, i drejtohet Allahut. E kështu me radhë, do të thënë vazhdimisht e ushqen trupin, edhe i plotëson kërkesat e zemrës, pra nuk ka ndalu Allahu që duhet që njeriu ta dojë të mirën, për shembull ta dojë bashkëshorten e tij, fëmijët e tij e kështu me radhë, sepse ajo është kërkesë që është në natyrën e njeriu. Edhe kërkesat e trupit, ushqimin, fjetjen, për shembull rahatin e kështu me radhë, çdo gjë Islami i plotëson në gjitha aspektet. Dhe kudo që drejtohesh tjetër, në një drejtim tjetër, prej këtyre tre grupeve, do ta shohësh se ka mungesë ose në plotësimin e nevojave të shpirtit, ose nevojave të zemrës, ose nevojave të trupit. Edhe ajo nuk është zgjidhja e duhur, domethënë. Prandaj do thotë ai që e zbaton me të vërtetë Islamin, Islami e ka shtyr që ta kërkojë secilën lartësi, edhe ngritje dhe përparim të vërtetë. Pra, ka thënë përparim të vërtetë, jo veç përparim, sepse njerëzit quajnë përparim, domethënë çështje të ndryshme. Mirë po ato përparime janë për ngrop, domethënë përparim drejt xhehenemit ose përparim drejt prishjes moralit ose shturjes familjes ose shkatrimit të shoqërisë, domethënë e quajnë përparim, mirë po nuk është përparim i vërtetë. Dhe Islami me të vërtetë nuk e ndjek njeriu që të mbetet në vend, po nuk e urdhron njeriu që të mbetet në vend, e urdhron dhe e nxit gjithmonë me përparu, mirë po me përparim të vërtetë. Do thënë ajo që i sjell dobi njerëzve edhe në jetën e dunjas edhe në jetën e ahiretit. Edhe ka thonë se i ka urdhruar besimtarët siç i ka urdhruar pejgamberët, siç është në hadith se Allahu i ka urdhruar besimtarët, si ka urdhruar pejgamberët, dhe si ka urdhruar pejgamberët, ka thonë, thot Allahu, ja eyyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Do të thënë, o të dërguar, o pejgamber, hani prej të mirave, pra i ka lejuar Allahu gjitha të mirat për nevojat e trupit. Wa'malu salihan, dhe bëni vepra të mira, do të thënë që janë nevojat e shpirtit. Gjithashtu i ka urdhruar besimtarët në ajet tjetër, ja eyyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Do të thonë ju që keni besuar, hani nga të mirat me cilat ju kemi furnizuar, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dhe falenderoni Allahun nëse jeni që vetëm ata e adhuroni. Kush njeh diçka prej vetimeve të kësaj feje, e kupton dhuntin e madhe, të cilën Allahu ua ka dhuruar krijesave, dhe e kupton se kush e hedh pas shpine atë, ai bie në të kotën, lajthikjen, humbjen dhe dëshpërimin. Të gjitha fejt të cilat e kundërshtojnë Islamin janë bestidni dhe paganizëm, ose ateizëm dhe
i shndrojnë zemrat dhe veprat e ndjekësve të tyre si kafshë, madje edhe me të lajtitur. Nëse kur largohet feja e vërtetë nga zemrat, iket morali i bukur dhe në vend të tij një morali i poshtë dhe i ulët. Kështu, këta njerëz binin në shkallën më të ulët dhe atëherë brenga e tyre më e madhe dhe e gjithë dituria e tyre fokusohet në krahasi afashkurtra të jetës së kësaj bote. E gjithë lavdia i takon Allahut, Zotit të botës. Elhamdulillah, patjetër duhet ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për këtë mirësi që na ka udhëzuar në këtë fe dhe lavdia përsosur i takon Allahut subhanahu wa taala. Edhe ka thënë që kush e kupton, kush njeh diçka prej vetive të kësaj feje, kush njeh diçka prej kësaj që përmendëm në prej mirësive të Islamit, patjetër se e kupton dhuntinë e madhe të cilën Allahu ja ka dhuru krijesave, edhe vrapon për ta përqafuar këtë mirësi, siç kanë thënë disa prej dietarëve, nuk e di përmendet nga Sheikh Al-Albani dhe nga Sheikh Ibn Baz, se kanë thënë nëse njerëzit do ta kishin parë realitetin e Islamit, do të kishin hyrë në Islam grupe dhe popuj, domethënë një herësh, për një herë. Edhe me të vërtet kush e njeh Islamin, e kupton, nuk vonon që të hyjë në ta, domethënë hyn shpejt. Mirë po, problemi është se në këtë kohë Islami nuk është shfaqur në realitetin e tij nga shumë pengesa. Ka edhe nga pengesat e jashtme, nga mosbesimtarët, që lufta e tyre kryesore është mos arri Islami i sakt të njerëzit, se atëherë hyjnë në Islam me shumicë. Edhe gjithashtu është pengesa tjetër nga muslimanët, që ata vetë nuk e kuptojnë fenë e sakt, edhe nuk e zbatojnë fenë e sakt, edhe bëjnë veprime që janë kundërshtim me Islamin, dhe pastaj janë veshin Islamit, edhe atëherë njerëzit largohen prej Islamit duke menduar se ky është, do të thënë veprat e këtyre njerëzve janë Islam, edhe mohojnë Islamin me të vërtetat e tij. Prandaj obligimi jonë është që ta shfaqim Islamin ashtu si është e vërtetë, do të thënë si është realiteti i tij, edhe nëse i shfaqen njerëzve me të vërtetë, si kanë thënë këta dietar, që nëse e shohin realitetin e Islamit, atëherë do të hyjnë me shumicë. Edhe bëhet atëherë do të thënë atëherë përmirësohet morali, përmirësohet zemra, se kur mungon Islami nga zemra e njeriut, thotë e bën zemrën me të vërtetë si zemrat e kafshëve, që kërkon vetëm kënaqësitë e dunjas, vetëm kënaqësitë materiale, edhe plotësimin e epsheve të veta. Edhe nuk i bëhet vonë për çështjet tjera të njerëzve. Edhe prandaj e ka përfunduar këtë temë këtu me këtë fjalë, walhamdulillahi rabbil alamin, më thënë gjithë lavdia i takon Allahut, Zotit të botëve, dhe me të vërtetë duhet ta falenderojmë Allahun vazhdimisht për mirësinë e Islamit. Dhe në vazhdim ka çështje tjera. Çështja e dytë është problemi i diturisë, njohjes dhe kuptimit, që me lejen e Allahut do të flasim për të në takimet e ardhshme. Dhe edhe një herë e falenderojmë Allahun për dhuntitë e tij. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa iyyakum.